nuk jam personi kompetent, edhe për shkak se nuk drejtoj institucionin kompetent, por ditë të them që në ditët e fundit është shfaqur një rast, janë bërë 2, janë bërë 6 raste që kanë marrë shërbim mjekësor në spitalin e Gramshit. Fëmijë që ishin nga i njëjti kopsht dhe kjo nxiti edhe një vëmendje të shtuar dhe një alert nga institucioni jon, por kryesisht nga institucioni i NJVKSH-s Gramsh. Njësisë vendore të kujdesit shëndetësor që ndoqi rastin nga i pari e deri në ditën e sotme. Dua që nëpërmjet jush dhe mundësisë që më jepni ju të sqaroj disa të pavërteta të mëdha në këtë histori tollovitje mediatike dhe portalesh, që nuk kemi të bëjmë me 72 raste helmimi, nuk kemi të bëjmë me 72 fëmijë të shtruar, nuk kemi të bëjmë me deri më tani me një helmim për shkak të ushqimit, sepse nuk kemi analizat ende, përgjigjen e analizave ushqimore. Nuk kemi të bëjmë me ndonjë abuzim nga ndonjë institucion apo nga ndonjë person. Kemi të bëjmë me një rast, me një fakt që ne e dim shumë mirë të gjithë që po janë evidentuar disa raste me bakterin Salmonella në një kopsht publik. Kryetar, 17 raste të konfirmuara nga Ministria e Shëndetësisë. Zakonisht ekspertët thonë, asnjëri prej nesh nuk është ekspert, por ekspertët thonë që merret nga ushqimi. Si funksionon ushqimi në këtë kopsht? E bën Bashkia Kuzhinierëve të Kopshtit është me kompani catering, si funksionon dhe sa herë kontrollohen nga institucionet qoftë kompetente, por qoftë edhe institucione? Bravo, është një pyetje me shumë e vënd, por duhet ishte bërë që ditën e parë kjo pyetje, jo në ditën e 5, sepse kanë 5 ditë mediat dhe portalet që thonë catering, ndërkohë nuk është catering. Është me furnizim nga një kompani dhe me gatim në ambientet e kopshtit, me kuzhinier të certifikuar që kanë vite të tëra që ushqejnë këta voglush të qytetit tonë. Ky është rasti i parë që na ka ndodhur. Ne nuk e dim ende për shkak edhe të një hetimi epidemiologjik që nuk ka përfunduar, por edhe të një hetimi penal që ka nisur dhe nuk ka përfunduar. Ne nuk i dim as autorët as shkaqet. Jemi vetëm në alert për gjendjen shëndetësore të voglushve, sepse ajo na intereson pikës pari. Fatmirësisht nuk kemi të bëjmë me një rast masiv, pra fal Zotit, ato që kolegët tuaj, se s'po them ju, po kolegët tuaj kanë shpërndar në media, nuk janë të vërteta. Pra nuk ka catering, ka gatim me kushte të mira, shumë të mira higjieno-sanitare nga vetë stafi i kopshtit. Nuk ka helmim të 72 vetave, por vetëm 14 raste të konfirmuara. Nuk ka 72 të shtruar, por vetëm 6 të shtruar me orë dhe të larguar në shtëpi për shkak sepse gjendja e tyre është përmirësuar sipas informacionit nga spitali. Nuk ka mungesë dëgjova deri tek që mungon frigoriferi, është e turshme. Domethënë që të abuzohet me lajme të tilla, frigoriferi është aty dhe madje është dhe i markës Beko, me ajër dhe i cilësisë së mirë. Kur ka ardhur, kryetar, pa çka se është frigoriferi, pa çka se mund të jenë të gjitha, është diçka ka ndodhur. Po pra, patjetër. Pikërisht, para se ta gjejnë mediat, portalet apo dhe prindrit të shqetësuar, t'ja u lëm institucioneve ta gjejnë, institucioneve përkatëse dhe kompetente, siç është ISHP-ja, AKU-ja dhe policia bashkë me prokurorinë. Nëse ka vepër penale që u takon atyre, nëse është një gjë që identifikohet shumë kollaj që vjen nga ky apo nga ai shkak, do merr institucionet përkatëse. Cila është kompania e cila ka përshtypur furnizimin me ushqime apo të fëmijëve të kopshtit numër 1 të Gramshit? Ka nisur investigime për ushqimet? Nuk e kam idenë, domethënë të them emrin, por është një kompani që ka ka dalë rezultuar fituese nga procedura e prokurimit.
Prokurimi është ligj kombëtar, nuk është funksionon më vete siç dëshirojnë ndoshta një apo dy prindër që të mos vi nga jashtë. Është një kërkesë pa sens, sepse ne zbatojmë ligjin për prokurimet dhe ai mund vi edhe nga Shkodra, edhe nga Vlora dhe nga gjithandej. Sigurisht që ligjit nuk është se e bëni ju, por zakonisht ligji për prokurimet merr çmimin më të ulët. Nëse merr çmimin jo gjithmonë Bruna, sepse në procedurat e prokurimit nuk është vetëm çmimi, po janë dhe kriteret e tjera. Ti mund ta kesh çmimin më të ulët, por nuk plotson kriteret e tjera. Nuk plotson certifikatat e sigurisë etj. Që do të thotë ti mund vish me 2 lekë, po s'plotson kriteret e tjera. Dhe fitoj ai që ka 5 lekë, po ka dhe kriteret e tjera. Ka një pretendim nga prindërit që thonë që nuk ka pas interesin e dur, një institucion nuk ka pas interesin e dur, qoftë bashkia qoftë institucione të tjera përgjegjësa, është vërtet? Të kujt? Interes për çfarë? Për rastin për po ja, shiko. Tentativë për ta mbuluar. Po si mundet ta mbulohet dielli me shosh? Jo. Nuk ka një tentativë tillë. Bashkia ka përgjegjësitë e veta, për aq sa i takon. Përgjegjësitë tona janë, unë e kam shpjeguar edhe në televizion tjetër, që përgjegjësia jonë nëpërmjet inspektorit tonë është në momentin që bëhet furnizimi me ushqime, produkte ushqimore, ne si institucion kërkojmë fletën e analizave për çdo ushqim dhe nuk ka asnjë rast që të jenë pranuar ndonjë produkt ushqimor pa shoqëruar pa fletë analize. Gjithsesi tentativat për unë ka një gjë, më intereson shumë, siç e thash fillim, gjendja shëndetësore e voglushve, më intereson patjetër gjendja edhe shpirtërore e prindërve të tyre, por nuk më intereson asgjë tjetër veç kësaj që nuk lidhet me këtë rast, por lidhet me protagonizmin lokal, provincial të ndonjë palaço politik. Shiko, me gjithë respektin për ju, unë kam qenë vetë gazetar dhe ju dua shumë dhe ju respektoj shumë, por nuk mundet që kryetari i bashkisë tani të di se sa është vlera e tenderit, sepse ka dhe njësi prokurimi, ka edhe komision të vlerësimit të ofertave, unë nuk e di sa është vlera, unë di që procedura është e rregullt, nëse ka gjithë institucionet janë të mirëpritura që kontrollojnë procedurat, të vinë të kontrollojnë procedurën. Ndërsa numri është mbi diku tek 60 e pak fëmijë në atë kopsht, në të gjitha grupet. Fatmirësisht kemi vetëm atë numër që ju e dini shumë mirë sa është numri të pregurve dhe nuk kemi përhapje. Jemi në ditët e fundit të alertit. Besoj që nuk do të kemi raste tjera, megjithatë gjej dhe rastin për të përshëndetur edhe për t'i përgëzuar gatishmërinë e gjitha institucioneve, por veçanërisht një VKSH-n e Gramshit që ka qenë në krye detyrës që nga minuti i parë deri sot. Ka një pretendim nga protestuesit, pra banorët që pak më parë deklaruan përpara mediave shqetësimet e tyre që kanë pasur presione për mos dalë në protestë sepse mund të mbasin vendin e punës. Si përgjigjeni kësaj akuzë? Në drejtim të bashkisë së Gramshit. Të dalin një dhe ta thot tani, se thonë që na kanë bërë presion, po kush i ka bërë presion dhe kujt i ka bërë presion? Një. E dyta, kjo nuk është çështje, se prandaj dhe them që disa persona ose më saktë një i vetëm e ka të kaluar shqetësimin qytetar dhe familjar. Pra, po shfrytëzon rastin e vet të fëmijës vet për të bërë politik. Unë nuk do doja kurrë në asnjë moment që të ndodhesha në këtë situatë dhe të bëja politik me fëmin tim dhe me rastin tim. Janë të tepërta komentet dhe janë pa vend komentet e tjera në lidhje me këtë pretendim. Askush nuk ka bërë presion, asnjë lloj intimidimi, aty është një kopsht që i përmbledh të gjithë, qoftë punojësit që punojnë në shtet, në privat e gjithçka tjetër, nuk ka asnjë pretendim të tillë të vërtetuar, të faktuar. Informacionet e tender është 100 milion lekë për 2 vite. A është monitoruar situata e deri më tanishme për zbatimin e kësaj kontrate? Po patjetër monitorohet në mënyrë periodike nga institucioni dhe thash që nuk ka askush
një tagër apo të jetë kaq i guximshëm sa të bëj manora tilla me këto histori, po çështja është që ne nuk mundet të shkojmë në përfundime pa pasur përfundimet e institucioneve përgjithëse. 17 raste nuk janë pak. Faleminderit. 17 raste nuk janë pak. Po. Pra, Po çfarë duhet të them sekretar bashkie tani? Jo, në 17 raste nuk janë pak, teksa edhe prindërit thonë që, domethënë, asnjë institucion nuk ka shkuar dhe për të bërë këtë hetim. Një VKSH-ja, jo, ti nuk mundet që të marrësh për bazë disa thënie të një prindi, ndërkohë që këtu janë grupet e ISHP-s, grupet epidemiologjike që janë në terren dhe po merren me depistimin dhe me ndjekjen dhe me hetimin epidemiologjik të rastit. Është fakt, është këtu. Janë 17, janë 14, a është shumë, a është pak, ju lutem. Ne kemi në dorë këtë gjë si media që të mos jemi përques të një agravimit të një situate që do thjesht kontroll, do vetëm kontroll dhe do një qetësi, kaq. Asgjë më shumë. Faleminderit. Faleminderit juve.